Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po vazhdojmë të ritakohemi si zakonisht në maratonën tonë çdo ditore, këtu në kanalin Monitor TV me lajmet më të fundit dhe të rejat më interesante nga jeta e showbizit. Kohëve të fundit, fatkeqësisht nga disa fanbase të hapur në emër të Gjestit, në emër të Gimbos, normalisht që nuk janë të autorizuara në asnjë mënyrë nga Gimbo dhe nga Gjesti, kanë bërë një lloj fushate të egër kundërdrejt të Gimbos, duke e quajtur me epitetet si një tradhëtar i cili pasi që u lidh me Selinën, pasi që u dashurua, hoqi dorë nga shoku, tradhtoi shokun dhe nuk është më besnik kundërdrejt shokut të tij. Në fakt kanë qenë këto komentet, këto mënyrat se si e trajtonin këtë marrëdhënie që në fakt mua më ka shqetësuar dhe nuk më është dukur në asnjë mënyrë njerëzore. Si mund të matesh ka, do të thënë sa e palogjikshme është të hapësh TikTok, Instagram dhe të bësh një fushat të tillë dhe të masësh dashurinë e një shokut dhe dashurinë ndaj një vajze në kohën që ti e kalon me atë vajzën. Është më se normale që Gimbo të kaloj kohë me Selinën, të ndaj kohë me Selinën, të ndaj momente me Selinën, sepse tashmë ai e ka Selinën pjesë të zemrës, por kjo nuk do të thotë që ndalon komunikimin, ndalon telefonatën, ndalon shkrimin me shokun e tij më të mirë të zemrës, me Gjestin. Unë mendoj që çunat vazhdojnë të kenë një raport jashtëzakonshëm të dy së bashku, vazhdojnë që të jenë shumë të afërt me njëri tjetrin dhe të krijojnë, domethënë të kenë krijuar një rrugtim të bukur në fakt tashmë pas përfundimit të Big Brotherit nga ana e Gimbos. Gjesti dhe Gimbo, nga informacionet që kam unë, janë shumë mirë, kanë shoqëri fantastike, do me thënë të gjitha këto që përfliten dhe që ndoshta ju mund t'i lexoni nëpër TikTok, në Instagram, ashtu siç në fakt t'i lexoj edhe unë, janë të gjitha këto lajme të reme që mundohen vetëm e vetëm, do me thënë, të dëmtojnë imazhin e Gimbos, edhe të dëmtojnë atë besnikërinë që Gimbo ka si mik, si shok, si vëlla me Gjestin. Për ironi të fatit, do me thënë, fati është gjithmonë me Gimbon edhe me Gjestin. Gimbo dhe Gjesti në ditët në vazhdim, konkretisht të premten, do t'jenë bashkë të dy në një koncert, ku patjetër do të performojnë muzikat më të bukura që ato të dy i kanë dhe do t'jenë fantastik në daljen e tyre. Kjo në fakt është thash, ironia e fatit është në ndihmë të tyre për t'i treguar edhe këtyre keqbërësve që në fakt duan vetëm e vetëm të ulin vlerën e Gjestit, të ulin vlerën e Gimbos, që realisht dhe në të vërtet ato të dy janë shumë bukur dhe po funksionojnë shumë mirë dhe kanë një raport jashtëzakonisht të lumtur mes njëri tjetrit.